Arlind. Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, do të vizitojë Athinën për një takim me homologun e saj Gjorgjios Gjerapetritis në 16 dhjetor, bëjnë me dije mediat greke që ju referohen burimeve diplomatike. Çështja kryesore në tavolinë do të jetë përcaktimi kufive detar dhe i zonës ekonomike ekskluzive. Elita politike shqiptare ka tradit vitet e fundit që i tradhton dhe i shet interesat tona kombëtare. Nuk do habitesha fare sikur zënja Spiropali shkonte në Athinë thjesht për të kapitulluar, që thot për të lënë më njanë jo vetëm interesat, por edhe drejtat territoriale të popullit dhe të shtetit shqiptar mbi detin, integrimi me çdo kusht dhe duke tradhtuar gjithçka, edhe sovranitetin ton territorial që po çon përpara Edi Rama, kam frikë se do të ketë si kosto edhe këtë marrëveshje që unë besoj se do të jetë e pa drejtë siç ka qenë më herët ajo e Sali Berishës me Greqinë. Siç ju thash, fatkeqësisht e kemi politikanë të cilët duke mos ditur si të qeverisin, duke mos dashur si të qeverisin në mënyrën e duhur së brendshmit, duke mos pasur mbështetje të vërtet popullore së brendshmi, janë të gatshëm që për pak më shumë pushtet dhe për pak më shumë siguri në të vjedhur të japin territore të shtetit shqiptar, të popullit shqiptar, fqinjve tanë. Sigurisht kjo do të ishte e papranueshme dhe unë, pavarësisht se kam frikë se do ndodh, uroj të mos ndodh.